Viktimat e financierit të dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein, kanë ngritur një padi kundër Departamentit të Drejtësisë së SBA-ve dhe kompanisë Google, pasi identitetet e tyre u publikuan gabimisht në dokumente zyrtare të bëra publike online. Padia u dorëzua të hënën në një gjykat në San Francisco, duke pretenduar se publikimi mbi 3 milion dosjeve në janar të lidhura me hetimin ndaj Epstein përfshinte emra dhe të dhëna personale të viktimave që duhej të mbeteshin anonim. Sipas padisë, Departamenti i Drejtësisë ka zbuluar identitetin e rreth 100 viktimave të abuzimit seksual, duke i ekspozuar ato publikisht dhe duke shkelur të drejtat e tyre. Edhe pse autoritetet e pranuan gabimin dhe ndërmorën hapa për të hequr informacionin, padicit pretendojnë se përmbajtja vazhdoi të qarkullojë në internet. Në mënyrë të veçantë, padia akuzon Google se ka lejuar rishfaqjen e këtyre të dhënave në rezultatet e kërkimit dhe në përmbajtje të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, pavarësisht kërkesave të përsëritura për heqjen e tyre. Ndërkohë, The New York Times raportoi se në dokumentet e publikuara janë gjetur edhe dhjetra fotografi nudo, ku viktimat mund të identifikoheshin përmes fytyrave të tyre. Jeffrey Epstein u arrestua në korrik 2019 dhe u akuzua për shfrytëzim seksual të miturve dhe trafikim. Ai u gjeti vdekur në qelinë e Ki më 10 gusht 2019, ndërsa priste gjyqin, me autopsinë që konkludoi vetvrasje. Më herët, në vitin 2008, Epstein kishte pranuar fajësinë për akuza të lidhura me prostitucionin e të miturve në Florida, duke përfituar një marrëveshje që i mundësoi një dënim relativisht të lehtë prej 13 muajsh burg. Sipas padisë, publikimi i të dhënave ka shkaktuar një traumë të re për viktimat, të cilat tashmë përballen me telefonata dhe mesazhe nga persona të panjohur, si dhe me akuza të padrejta, që i lidhin me aktivitetet kriminale të Epstein, pavarësisht se ato ishin viktimat e tij.